javë pas betejës në Kumanov në lagjen e trimave mbizotron qetësia. Mbytse, e vështirë për të kuptuar pas luftimeve që zgjatën mbi 24 orë. Pasojat janë të dukshme, njerëzit aty mbeten të tronditur. Edhe pse cilësohet si një prej zonave më të dendura në të gjithë Maqedoninë përsa i takon popullsisë, policia dhe forcat paraushtarake ndërmorën një prej aksioneve më të ashpra, ndërsa banorët ishin në gjumë. A ju tha njëri që dilni largoni nga shtëpia kur filloi gjitha kjo? Jo. Vetë kom dalë 4 orë kom nejtë këtu, mas 4 orë. 4 orë në kohë që bëheshin ndërtimet. Po, kom dalë, jam në dorëzije, më kanë lirë milicia, më kanë shku social. Mos me këshyret. Kom shtu, kom le për së Ona është drojë kështu plumë. Po. Ploni shke këtë. Kjo edhe që lidin e ka këtë. Nuk e di se shka o bëhë, shka ka, shpia, shka i ka bëhë, shka i ka interesu shpia. Valoj që ka bëhëne, as luftetarë, as poshtarë, as kërgjot që të këtë avarë, i soni gjallë nuk ka. Pasojat janë po aq të rënda edhe më në brendësi. Plumbat dhe granatat u shoqëruan me bastisje. Qimë që kanë morë që kanë mund me gjetën edhe kanë gjegër. Ju kanë vjedhur edhe plaçkat? Po siguri ka fut, me siguri. Se gjithë të e kanë të mushta dhomat. Dhomat gjumë, kjo. Edhe të ka ju kanë gjyt me helikopter? Të baza? Sa helikopter ishën? Një? Duke ekziston botë që shtu me ndodhë, në qytet, në dhima të kanë të aprisë nuk e ditë të qëka ka ndodhë. Ma është diqi që e pa planifikuar me hejtë ma shko. Po kjo? Koridore kanë pas. E kanë pas koridore, hapin murin edhe... Me kalu me dëpërtu andej, ja? Po. Kjo ishte rruga e kalimit për në shtëpinë në zotërim të Azem Ibrahimit, aty ku zhvilluan një pjesë e konsiderueshme e luftimeve. Me një parull kujdes nga mina, i zoti i banesës mba larg vizitorët kurioz dhe gazetarët e ndryshëm nga raji në Itali për të vazhduar me mediat gjermane, spanjolle apo turke të mbritura në Kumanov. Megjithatë, zoti Ibrahimi pranoi të hapte derën për herë të parë. Kjo është banesa e familjes Ibrahimi. Këtu janë zhvilluar edhe disa prej luftimeve më të egra ndërmjet atyre që ishin luftarëve shqiptar me forcat e policisë, por ndoshta edhe të ushtrisë maqedonase. Godina është e gjitha e shkatruar, ashtu si edhe godina tjetër që i përket po familjes. Sulmi nga policia maqedonase në orët e para të mëngjesit është kryer kur në shtëpi ishin 7 pjesëtar të familjes, mes tyre edhe 4 fëmijë, të cilët janë strehuar për orë me radhë në Bodrum për t'i shpëtuar vdekjes së sigurt nga ky tmerr që ka ndodhur këtu në lagjen e trimave në Kumanov. Këtu ka shpëtu familje? Qa aty ka shpëtu? Një më të antare më aty ka. Përsa dhe të anë në thonë, qa aty kanë fut, e ka nërë ka një këtu, edhe janë sërhu poshin, që përru i poshin sërhu. Luftimet ishin më të ashpra edhe në brendësi të lagjes. Në këtë pjesë, banorët u larguan mes plumbave dhe janë gjallë për mrekulli. Si andrë për mdokë, që shkimi mujtë me shpëtu gjithaj në plumë. Gëzhojat e plumbave që tu, mund t'i kemi zbrit me shoqen dhe këtu bari kur kemi gjallë. Jam tu habit kejtë, ka marrë njerë se s'ka një gëzhojë. Nesha kemi qenë këtu, vetëm psikologjia jonë, psikikisht ka jemi të ngarkum, s'pagut me kurqa, heqë.
kur vje kjo atëherë vendosë, mon e burë vjera, ma mirë plumave, nështë e plumit muj mi shtu po flakën, s'mushna me përëndu mu gjek gjallë. Edhe që atëherë kemi dalë, 6:30, dik 15:07. Nuk e di, s'muja s'me përshkru, se dhe vetë vetës s'pi besoj, po thëmë, ndoshta ke veçandër, se vërtet që kjo me konë shpia me ra, gjeta i zjarëm, sa armatimi këto ka ra, dhe me men, po thomë, po s'besoj se janë. A storm is loosed upon the sea. Akoma edhe më dramatike, historia e familjes Azemi, ku pjesa më e madhe e pjesëtarëve janë invalid. Unë jam konë ullë që tu, nona u konë që tu, gjali jam u konë që tu. Plumbi, nga jashtë, ka qarë televizorin që është aty, ka depërtu tej televizorit. Ja kom qi që shtu këtinve krajin, mi mrojt, edhe këne këton, kash. Ma tregon pak plagën këtë? Po, që s'ka problem. Plumbi në shpatur. A ditë të folë, banë më zhurëm këto, edhe në netën knejna, janë nesër me fillu me gjujtë knejna. Ju më qune në kam vikat, sa e kom pas zare, që kom thonë, ndim se ina invalida, ndim invalida dhe pështonani. Kër në kanë hypë në ato kamiona, në kanë gjujtë ma vetë se gjonja. Që më kanë bon, kër më kanë gjujtë në kamion. Këta e kanë rej, shësën të me invalid e kanë rej, me rej jo, po e kanë ngrej. E kanë shtynë, e kanë ngrej zhak, sa e s'mund të leviste. Nuk mund me levist, bashkëbot. Edhe në nëntaj me këta të një vjeqara, edhe aja është e verbume, edhe ata e kanë mënu që ashtu, e kanë shajt, e kanë shtynë. Të në stacion, a gjë shumë mungë më kanë maltërtu. Ma i kënë ka me luta, o zëtëri thasha mundët mund se kam të janë të mëdhinë, sën jam të nejtë, ma, a i për i natim shtini me nejtë me një kam. Ngrej një kam, ngrej qëtërën kam. Lujke me një invalid ka lujtër majtap, basha di qysh më tonë, si ka dhe shtaj. Jo thjesht një betejë armatosur, por një fushat e mirëfillt shkatrimi të shtëpive shqiptare. Akuza vjen pikërisht nga banorët. Në këto dama që kanë bërë policia Makedoni, që kanë gjegë në katën e fundit. Amo këto e kanë bërë masi kanë kriju operacionin. Mbasi e gjithë shtëpia këtu është djegur pas operacionit kur ka mbaruar i gjitha? Jo, kur ka mbaruar, por kur janë larguar. Në momentin e drejqës. Po. Ja shiko. Ne i kam plakën më vonë. Kjo konfirmohet edhe nga kryetari familjes Hajdini. Kur arritëm në shtëpi, takuam molotoj kokteli atje të qeshme atje të uji, 4 molotoj kokteli me benzin të mbushura, para që të rastin polici, një qopë granate këtu e kemi gjetur, edhe rënoja. Rastin e paraqita me qëllim në polici mës të më ngarkojnë nesër, se pak duhet tek ne të bëhet montimi. Të mëdhenjtë kanë të vështirë të artikulojnë atë që ndodhi, apo arsyet përse. Ngjarja bëhet edhe më e pakuptim për të vegjëlit. Si ta kam bërë shpinë kështu? E kam vrarë. E kam vrarë shpinë? E kam prishur. Do t'je i mërzitur? Mërzitur. Nga operacioni i policisë dhe ushtrisë maqedonase u arrestuan 137 persona, nga të cilët 43 mbeten në paraburgim. Ndihmat e para me ushqime, veshmbathje dhe mbulesa vazhdojnë. Lagja ka nisur të pastrohet për të evituar përhapjen e sëmundjeve. Mira shqiptar nga të gjitha trojet e kanë vizituar lagjen e Trimave, duke treguar solidaritet. Banorët nuk pranojnë të largohen nga shtëpitë e shkatruara. Kjo është toka e tyre.